Përshëndetje nga unë Adi, në këtë video do të mësojmë se çfarë na vlen ky terminal admin që kemi krijuar më herët si përdorues. Le të kthehemi tek recepcioni, të shkëputemi si Ana në këtë rast dhe të logohemi si terminal admin. E konfirmojmë. Pasi jemi loguar si terminal admin, mund të zbresim poshtë tek profili dhe do shikojmë që kemi disa personalizime të ngjyrave, të dritës, të masisë së gërmave, këndet, harqet në çfarë formi duam dhe ca ikona të vogla nëse shikoni ndrohen këtu poshtë, janë thjesht ikona. Nëse formati i orës është 24 orë apo 12 orë, po ta shikoni ndryshon këtu poshtë. Nëse këtë panelin e duam në anën e majtë apo në anën e djathtë. Nëse na duan animacionet apo jo, pastaj kemi gjuhën në shqip dhe në anglisht, edhe pse nuk është e përkthyer 100% aktualisht, por është goxha e përkthyer. Le të qëndrojmë në shqip. Kemi navigimin e aplikacionit. Do thotë këto që i kemi këtu na shfaqen edhe këtu. Le ta heqim inboxin, të heqim shtretërit ekstrat, kërkesat, rrjetet sociale, njoftimet OTA, faturat, vaktet ndoshta na duhen, le të heqim ofertat, printerit, eventet, span, le të marrim parasysh që jemi një hotel i vogël dhe të gjitha këto nuk na duhen. Nuk kemi një plazh, nuk kemi grupe, nuk kemi rezervime grupe, CRM nuk e duam, nuk na duhen kodet, le ta lejmë këto. Po të bëjmë ruaj, do shikojmë që të gjitha këto do na eliminohen në anën e majtë. Do tashmë kemi një panel më të pastër, më të qartë, sepse gjithçka çfarë nuk na duhet i kemi hequr. Mendoj që kjo është minimal. Okej, tash kemi tjetër. Vim ke tool tips e kalendarit. Po të vim te kalendari, kur ofrojmë mouse-in sipër nuk kemi asgjë. Vim tek profili, tool tips e kalendarit, kur dhomat dhe çmimet janë në shfaqet diçka e ngjashme. Kemi printerat të cilat i kërkojmë në rrjet ose skanojmë rrjetin për t'i përdorur ato në fatura, në regjistrim, te kodi apo diku tjetër. Në bazë të printerave që kemi, mund të zgjedhim. Ose kemi printerat lokal, këto janë IP printer, nëse kemi një printer IP dhe kjo është më së shumti për, le të themi, për printerat termik, ose kemi printerat të instaluar në kompjuter. Po e marrim një printer këtu kot, bëj kitchen edhe një tjetër. Pasi i kemi zgjedhur to, mund të zgjedhim për një faturë kur të printohet A4, zgjedhim për shembull këtë printer. Momenti që klikojmë printoj një faturë A4, është i parazgjedhur si printer dhe nuk kemi pse zgjedhim përsëri. Por nëse do donim që për një printer termik nuk e kemi, nëse do donim që ta printonim faturën, le të themi në letër 80 mm duke përdorur printerin termik, pasi e kemi instaluar, do e vendosim këtu. Edhe pse normalisht e di që kam një printer termik, Okej, ndeza sepse e kisha fikur, ta skanojmë përsëri. Është në skanim për një IP printer termik. Printer termik të lidhur me rrjet dhe jo printer termik të instaluar me USB. Nëse është instaluar me USB direkt në kompjuter, do ta kërkojmë tek printeret lokal. Por nëse është një printer në rrjet dhe ja ku doli, shtojmë, tani ne mund të zgjedhim për printerin termik përsëri pikërisht këtë printer. Do të thotë që faturën, kur ta printojmë, mund të zgjedhim nëse do e printojmë në fatura A4 apo në një printer termik 80 mm. Kjo është pjesa e faturas, e printerit. Përveç printerit kemi push staff, është më aktualisht për të ndryshuar pinin, por që nuk na intereson. Pajisja, nëse është kashea, serveri që nuk kemi pse prekim dhe përditësimet. Mund të kontrollojmë për përditësime, mund të tejkalojmë me një version më të vjetër. Do të thotë që ai terminali ka të gjitha këto aksese që një përdorues normal nuk i ka. Ka të drejtën të kthejë një version pas dhe më saktë 2 versione pas, ne lejojmë maksimumi që në 2 versione, nëse shikoj që versioni i ri ka diçka që nuk të pëlqen, mund të kthehesh në 2 versionet e vjetra.
Dhe kaq ishte, tash këpusim terminalin, po bëj til, po lidhem përsëri si recepcionist, 0101, dhe përsëri edhe përdoruesi ka, por përdoruesi tek profili ka disa gjëra më pak. Thjesht zgjedh si do i përdori këto, në anën e majt, në anën e djathtë, dhe shumë të tjera nuk i ka. Ka vetëm mund të ndryshoj passwordin e vet, vendos passwordin aktual, passwordin e ri dhe përsëri këtë pinin e ri, sepse është pin. Në rregull, ikim nga profili, ka këtë konvertuesin dhe këto janë të tjera pastaj, por kaq ishte për atë terminal admin të cilin e kemi krijuar si përdorues.